Walker shpërthen pas deklaratës së ministres serbe. Edhe ajo është një kriminale lufte. Njeriu që dokumentoi para botës masakrën e Raqakut dhe pa nga afër krimet e kryer në Kosovë gjatë viteve 98-99. William Walker mbeti i habitur nga deklarata e ministres serbe Snežana Paunović, e cila tha se do të kishte bërë pastrime etnike në Kosovë. O Zot, ku e ka thënë ajo këtë deklaratë? Mendoj se është ndoshta një prej deklaratave më fashiste që kam dëgjuar prej vitesh. Nuk është vetëm budallëk, deklaroi ai për gazetën Express. Sipas tij, nëse ministri serbe i ka bërë vërtet një deklaratë të tillë, atëherë vihet në pikpyetje jo vetëm gjykimi i saj, por dhe njerëzilliku i saj. Të thuar se Miloševići duhet ta kishte nisur genocidin më herët, thjesht nuk mund ta besoj që dikush mund të thotë një budallëk të tillë. Nëse vërtet e ka thënë atë, mendoj se dikush duhet të shikoj racionalitetin e saj dhe cilësinë e njerëzisë së saj, është shprehur Walker. Ish diplomati amerikan shkoi më tej duke theksuar se pranimi i gatishmërisë për të kryer pastrim etnik për bërë një deklarim për glorifikim të një krimi lufte.